E të dashur miq, rikthyem sërish në studio për të vazhduar me bashkëbiseduesen tjetër të ftuar për ditën e sotshme, por realisht këtë bashkëbiseduese e kemi në linjë direkte, është Ledi Shëngjergji dhe që do flasim për një projekt të ri muzikor, një Shqipëri në bashkëpunim me Fadil Keca. Por ne sot në linjë direkte kemi vetëm Ledi Shëngjergjin. Përshëndetje Ledi dhe mirë se vjen në studion e emisionit ton nga shtëpia. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Nga shtëpia. Është naci të kemi dhe flasim mbi projektin e fundit. Kënaqësi ime. Faleminderit shumë. Fillimisht si kalon një vikendi yti, Ledi? E përgjithshmja është mirë, por vikendi është pak i ngarkuar se punojmë. Edhe sa erdha unë prej pune, nuk kam shumë. Do me thënë, gjatë gjithë kohës jeni të stërë ngarkuar, por edhe pikën muzikore nuk është që dorëzohesh edhe nga muzika. Sa është e vështirë ta menaxhosh këtë pjesë? Të e pas parasysh se dhe je një grua dhe e dim që një grua ka edhe obligime të tjera shtëpiake, nuk është vetëm një gjë. Po, mundohem. Këtë punën e muzikës do më thëmë me pauza e kam. Edhe këtë projekt e vendosa për ta bërë këtë herë, mbas 3 vjetëve. Sepse kjo këngë ka që 3 vjetë, edhe unë mbas 3 vjetëve vendosa atë që ta bëj. Po kam dhe obligime tjera, është puna, si të ti është shtëpia, janë gjitha gjëra. Që nën kupton, ti nuk është që ti nuk e kohë të përgatitësh këngë, por i ruan të vi momenti i dur kur të publikohen. Po tani janë dhe disa gjëra tjera, dhe më thënë obligimet, edhe nuk kam... Sepse pak jam larguar nga tregu muzikor, kam pauzuar shumë gjatë. Pastaj para 3 vjetëve e bëra një këngë tjetër, me tekst shkruesin me kantautorin Avnisha Ilin, një baladë shumë të bukur, dhe tani mbas 3 vjetëve prapë bëra një tjetër, por mendoj që këtë herë nuk do ndalem kaq gjatë. Edhe I kam edhe 2 projekte tjera që janë duke u bërë. Në përpunim e sipër, por që erdhe fuqishëm me një këngë shumë të bukur dhe me një bashkëpunim. Ledi, neve për herë të fundit jemi takuar vitin e kaluar. Që realisht ka një vit që jemi takuar për festat e vitit të ri. Dhe tani po takohemi për së dyti. Po shpresojmë që takimi i ardhshëm nuk do të jetë më vitin e ardhshëm. Jo, shumë shpejt. Faktika e kisha në plan mbas 2 javësh të lançoja edhe një klip tjetër, edhe pse klipi është bërë dhe është duke u bërë, po mendoj pak më vonë, sepse është një baladë shumë e bukur, nuk besoj që mund ta nxjerr tani, se tani janë këto festat e fund vitit, janë disa këngë pak më ndryshe. Këngë pak më ritmike, më festive. Po. E mbas vitit të ri shpresoj, domethënë që. Domethënë ndikon edhe publikimi i këngës nga kënga dhe periudhës nga periudha. E mendoni edhe këtë gjë? Po, këtë e mendoj, po dhe është kështu. Normal është kështu. Kjo kënga, si të thash, ky bashkëpunimi që kam me kolegun, me Fadil Kecën, kjo është 3 vjet këngë. Domethënë, por unë e kam lënë kështu si mbasdore. Për shkak të obligimeve, për shkak të gjërave familjare, për shkak të punës, pak kështu edhe... Po doli diçka e lezetshme e bukur. Kënga është që 3 vite, mirë po projekti i realizuar komplet si projekt, sa kohë të mori më pas deri në publikimin me videoklip me gjithçka? 3 javë. 3 javë. 3 javë edhe... U vonua pak 3 javë për fajin tim. Sërish për ty. Se për djenë që e kanë realizuar dhe për gjithë, po prapë për fajin tim. Domethënë për fajin tim prapë u vonua pak, sepse unë edhe obligimet e tjera, edhe më shumë të punës, edhe thosha hajtë se vi nesër. Më trego cilat ishin komentet nga publiku për këtë pikë muzikore, dhe pse është shumë herët e publikuar, ka vetëm disa ditë që është publikuar projekti. Më trego se pritshmëritë e tua a janë të ngjashme me atë që edhe deri tani e sheh nga publiku? E kanë mirëpritur mirë. Deri tani unë jam e kënaqur. E kanë mirëpritur mirë. Sepse është një këngë, shiko,
Kjo është një këngë që për Kosovën dhe Shqipërinë, kur të bëhen bashkë, do bëhet një. Do bëhet një Shqipëri. Edhe, normal edhe ju. Edhe Maqedonia e Veriut, krejt shqiptarët ku janë. Po, me që është realizuar këtu, do më thënë edhe është pritur mirë. Unë jam e kënaqur. Më tregon nga të afërmit, nga shoqëria, merr komente për të publikuar më shumë ose të thonë, ajde, Ledi të bësh një këngë. Shumë. I ke suportues? Kam, edhe aty ku jeni ju, edhe këtu, edhe në Shqipëri. Pak është faji im, që nuk duhet ta lë veten kaq shumë pjesën e muzikës më njanë edhe veten time veç të obligimet e tjera, por është një gjë që kur bën një shkëputje shumë gjatë dhe janë disa ngarkesa, disa gjëra, do më thënë dhe e harron të pjesën e muzikës, edhe pse unë nuk dua ta harroj se jam rritur me këtë punë, jam rritur me muzikë. Unë vi nga një familje artistësh. Më trego për festat e fund vitit, ku të kemi, Ledi? Për festat e fund vitit, këtu në Kosovë. Këtu në Kosovë. Jam këtu në Kosovë, je pranishme në përmbrëmje, ahengje, familjare, kolektive, për këtë fund vit, je aktive? Po, pa tjetër. Do më thënë, do jesh aktive këtë muaj dhe kemi se qka shohim nga Ledi. Këtë muaj do jem aktive. Do jem aktive dhe do alë pak më njam pjesën e punës. Atëherë, publiku ka patjetër mundësin që ta ndjek këtë pikë muzikore me njëherë pas përfundimit të bisedës tonë, që të shohin edhe publiku se për çfarë pikë muzikore po flasim. Ledi, ishte kënaqësi e veçantë që të kisha në studio edhe pse nëpërmjet kësaj platforme, edhe pse ndoshta nuk ndëgjohemi shumë mirë, fjalët ndoshta vinë edhe pak me vonesë. Prandaj po shpresoj që në të ardhmen dhe me projektin e ri të jesh këtu në studio afër meje. Po, patjetër, faleminderit. Po unë desha të bëj një falënderim shumë të madh për bashkëpunëtorët e mi. Patjetër. Unë deshta për tek shkruesin dhe kantatorin Kreshnik Avdia që e ka bërë tekstin dhe muzikën. Gjithashtu për orkestrimin Agon Ezirin. Është studio RGB Muzikë këtu në Ferizaj. Gjithashtu edhe Meriton Dërgutin që e ka bërë klipin. Edhe kolegun tim Fadil Kecën për këtë bashkëpunim. Kam shumë për të falenderuar, po edhe familjen time, edhe partnerin tim. Sepse është ai që mua më ka shtyrë këtë herë më shumë që unë të bëj këtë gjë. Falemderojmë edhe ne partnerin tënd që të ka shtyrë që t'jesh pjesë sërisht e muzikës, t'i rikthesh dhe shpresojmë që kësaj rate mos të kemi pauza të gjata, se realisht 3 vite është pauzë gjatë, edhe të kemi më shpesh në ekranet televizive dhe të dëgjojmë më shpesh. Faleminderit shumë. Unë të përshëndes dhe të uroj suksese dhe shpresoj që të takohemi sërisht, Ledi, me muzika të reja. Faleminderit shumë, ju falenderoj shumë për ftesën, ju kërkoj dhe ndjes që s'mujta me ardhë në studio, po... Kësaj radhe e kaloj me kaq, herën tjetër do t'jemi këtu në studio. Faleminderit shumë dhe njerë të përqafoj shumë, shifemi. Faleminderit, gjithashtu. Faleminderit. Dashur miq, kjo ishte sa i përket bisedës nëpërmjet rrjetit drejt për së drejti në televizion. Shpresoj që herën e ardhshme mysafirët që i kemi kështu nëpërmjet kamerës ose nga larg t'i kemi në studio të ftuar. Neve tani do shkëputemi për disa minuta për ta ndëgjuar pikërisht këngën nga Ledi dhe do të rikthehemi sërish në studio.